Ramazani tashmë është tradit, sepse një adet, edhe sipas dietarëve, një adet i cili fillon të përsëritet shpesh, pastaj ajo shndrohet tradit. Mirë, po kur diçka shndrohet tradit, ajo ka të bëjë me zakonet, ka të bëjë me historinë, ka të bëjë me kulturën, e cila rrënjoset thellë në vetdijen edhe ndërtjegjen e njeriu. Se një gjë për të shndruar në tradit kërkon edhe kohë. Ramazani dhe tradita e Ramazanit ndër shqiptarët ose ndër besimtarët të në, e ka dhe historikun e vet. Historik i cili që nga kur ka filluar paraqitet gjurmët e para të islamit këtu, njerëzit në fillim pak a shumë ma vonë edhe kur masovikisht prej shekullit 17 e këndej kur e kanë pranuar shqiptarët islamin, janë familiarizuar më shumë, e kanë institucionalizuar më shumë, edhe traditat fetare, mes në saj edhe adhurimet i kanë institucionalizuar edhe më shumë, këtë rast edhe Ramazanit. Prandaj jo që na mobilizohemi si hoxhallar, po mobilizohen edhe qytetarët, mobilizohet edhe populli për shembull, edhe besimtarët.